Do flasim pak për rolin e gazetarit. Roli gazetarit a ka qenë gjithmonë i inkuadruar ashtu siç duhet jetë realisht për sjellje informacionit. A ka patur pozitën e tij të faktuar siç duhet ta ketë një gazetar. Por pse shan njerëzit gazetari? Kush thon? Njerëzit më. Kush thot kryeministri? Po kryeministri po dhe njerëzit në rrjetet sociale, gaze ashtu, s'po e them tani se. Jemi me Sander Çipën, kryetarin e Unionit të Gazetarëve. Sander, na lejo të thrasim kështu se ti je mik për ne. Dhe emri jote shumë i madh, Aleksandër. Po, i them Aleandro. Është Dhe është me ne tjetër? Mirilda Tilion e dashur, gjithmonë e bukur, e mençur dhe e sjellshme me emisionin Bardhazi. Faleminderit për këtë, Mirilda. Kënaqësia ime. Rikthehet profesor Zylftar Bregu, faleminderit që jeni me ne. Ka bërë ca mungesa, po ne ja kemi falur se e duan nga të katër anët edhe, kështu që ja kemi falur. Kënaqësi që jam. Mirë, a është gazetari në ato standarde që vetë fjala gazetar e përcjell? A futen të gjithë në këtë kuadër, apo kemi dhe gazetar që shesin profesionin, që luajnë me profesionin, që e përdorin profesionin, që bëhen vegël e dikujt dhe pa dashur kjo vegël pastaj ka dhe fragmentarizimet e veta, që s'janë të hishme, sidomos në përsjelljen e informacionit drejt. Sander, sa lloj dhe tipe gazetarësh kemi ne në realitetin kozmik? Sa lloj gazetarësh kemi, sa pyetje madhe, po. Tani besoj në pikpamjen mediologjike do të përgjigjet profesor Zylva. Ai do të nxjerr universiteti, po. Ti shikoni sit atje ke Unioni. Po, shikam. Sa kanë ngelur gazetar të vërtet? Sot është e vështirë që të bësh një përcaktim, le të themi, definitiv, përfundimtar. Sepse aktualisht sot kemi 3 entitete që shfaqen brenda komunitetit tonë. Entiteti i pakt numerik, që është i gazetarëve me një përvojë karriere prej 30 vitesh. Që s'përfshihen fare. Bën një punë. Është entiteti i dytë që nënkupton, le të themi, një gjenerat si e tillë, që plotson gati 25 vite në marrëdhënie me gazetarin, por natyrisht jo vetëm me gazetarin e raportimit, por kryesisht edhe në strukturat redaksionale. Dhe entiteti i tretë që është më problematik është qytetari gazetar, i cili numerikisht është më i madhi në hapësirën mediatike të Shqipërisë. Dhe më i dëmshmi? Pa dyshim dhe brenda tij është më i dëmshmi, sepse nuk mund ta absolutizosh. Flasim për një realitet mediatik që ka edhe sot Shqipëria në hapësirën e Ballkanit Perëndimor ka ende 6 gazeta të përditshme, kur vendet fqinje mund të kenë 1 ose asnjë. Shumica. Janë 5 të përditshme dhe 1 Kjo është arritje për ty? Jo, kjo është do të thotë që... Po ne kemi pasur në 20, Sandri? Ne jemi për herë dhe të vonuar edhe të shpejtuar.